Përmbytje shkatrimtare në Itali, 2 të zhdukur u i merr përpara shtëpinë. 2 persona rezultojnë të zhdukur pas një rëshqitje toke në Gorizia të Italisë me shirave të rëmbyer që goditën gjatë natës rajonin ku shkatrua edhe një shtëpi. Zjarfikësit arritën të nxjerrin një person të gjallë nga rënojat, por ende nuk dihet asgjë mbi fatin e një 35 vjeçari dhe një gruaje të moshuar të cilët ai kishte tentuar të ndihmonte. Moti ekstrem ka shkaktuar gjithashtu përmbytje dome të mëdha dhe vështirësi qarkullimi në pjesë të tjera të Friuli Venezia Giulia, një ndër 6 zonat e vëna në gatishmëri për shkak të stuhive së bashku me Emilia Romagnan, Ligurian, Lombardin, Toxanon dhe Umbrian. Moti keq goditi rënd sidomos në zonën midis Palmanova dhe provincës së Gorizias me domet më të mëdha të regjistruara në Kormons, ku vetëm në 6 orë ranë 152 mililitra shi. Shkencëtarët thonë se kriza klimatike e shkaktuar nga emetimet e gazrave serë, po i bën më të shpeshta dhe më intensive ngjarjet ekstreme të motit si valët e nxehtësisë, thatësirat, stuhitë mbi ngarkuara dhe përmbytjet e befasishme. Edhe pse janë të shumtë shkaktarët e garave serë, nxitësi kryesor i tyre konsiderohen lëndë e djegshme fosile si nafta, gazi dhe qymyri, shitje të cilave gjeneron fitime të mëdha për gjigantët e energjisë në botë.